Të rikthehemi pak te Ina, sepse e para e ke nisur me një poezi dedikuar lindjes së saj, Ardhja jote, që është mbrapa në kopertinën e librit dhe ka zgjedhur po ashtu që të falenderoj apo të kërkoj diçka vetina. Ja, e shafim aty. Oma! Me këtë video fatkeqësisht mua do më humbasi anonimiteti dhe njerëzit nuk do jenë më kurioze se kush është kjo vajza mbrapa videove. Nëse. Kjo është vajza mbrapa videove. Vajza zonjës Albana. Këtu më duhet të kryej këtë pjesën e formaliteteve ku unë të uroj suksese për librin, por me këtë rast më duhet të kujtoj që ende s'më ke paguar për kapakun. Nëse. Bëjmë ca tolerime me qenë se jemi mik të fortë. Shifemi në shtëpi pastaj edhe mos harom si diçka për të ngrënë. Të puç. Kjo është marrëdhënia që ke me Inën? Trego pak për marrëdhënien nën e bi. Sa të lidhura jeni ju të dyja? Mua më duket sikur kam lindur një ditë me Inën. E kam haruar Albanën dhe kur kam qenë vetëm, vetëm kjo periudhë kohe e nënës time më kujton që unë kam lindur nga nëna ime.